Qysh po do këtë ambienti? Shumë bukur, komplimenti. Faleminderit. Një studio perfekte. Edhe na po mënohem mos me harru traditën. Edhe kjo është diçka e veçantë për gëzimet e mia, sepse unë bëj pjesë në folklor dhe kjo sovër është trashëgimi e kësaj fjale që thash. Na shta e lodhë rrugës, a pjen qajin? Po, more pi. A pjen në Shqipni? Patjetër që e pime dhe kafen edhe çaj. A qesëm ka njetë nëzet, na shta dhe nëzet. Faleminderit, patjetër. Qaj nga jona brend edhe mish nga mishtoria Gjoshkon. Faleminderit. Si në shpitjuj një. Me knajsi. Për fillim deshta me dit pak për treven e juj nga veni. Apo na kallëzën, çka ka të veçantë Kurbini e këta tjerë se s'kan të veçantë? Atëhere, Kurbini është një vend që është i bekuar prej Zotit. Do thuash ti pse që nga i bekuar prej Zotit? Sepse ne kemi një vend të mirë që quhet Kishësh në Ndot. Dhe aty vinë të gjithë nga Shqipëria, qofshin ato ortodoks, katolik, musliman, sepse ai vend është i shenjtë. Dhe na ka bekuar Zoti me këtë vend shenjtë, po na ka bekuar sepse ne kemi një relief që kemi detin afër, kemi malin, kemi fushën, kemi një trashëgimi folklorike kulturore shumë të mirë. Dhe unë jam një pjesë e kësaj sofret Kurbinit, që mban emrin ansambli Gurra e Kurbinit, pra gurra nuk shtërron kurrë, ashtu sikurse dhe Kurbini, folklori Kurbinit nuk shtërron kurrë. Dhash Zoti kur mos shtërron. Faleminderit. A peruni traditën jo? Po. Sepse ne jo vetëm që po e ruajmë, po e trashëgojmë edhe te brezat e ardhshëm, te brezat e ri. Kështu që është gjë e bukur sepse duhet që ne trashëgojmë atë çka të parë ta na lanë dhe duhet ta trashëgojmë brezave të ardhshëm. Dhe unë vetë jam vesh me kostumin e malësisë Kurbinit, që është origjinal, pra nuk është i kopjuar, por është i punuar me ruza, me fije gjymyshi, i qëndis, shumë bukur dhe me shumë, si të thuash, artistik, nga të gjitha pikpamjet, dhe këtë e vesh malësia e Kurbinit gratë muslimane, sepse në Kurbin ka katolik dhe musliman. Dhe aty dallojnë veshjet si nga malësia dhe nga fushat të dyjave, si katolika dhe muslimane. Dhe ne kemi kostumografin më të bukur të Shqipërisë. Jo pse është Kurbini, po ka marrë gjithmonë çmime për kostumografi. Mos pe livdon pak venin tana, jo, a? Jo, nuk po livdoj, po them atë çka është. Sepse kënga dhe vallja është e bukur për kudo që flitet shqip. Por të gjithë kanë nga një pjesë të tyre. Ne kemi më shumë kostumografin, pra dhe këtë krenohemi shumë ne. E qëso i ki këtu, qëso datojna? Të them të vërtetën, këto janë shumë vjeçare, pra mund të jenë afërsisht e 70 vjetë. 70 vjetë? Sa one? 70 vjetë i kam. I kanë ruajtur me shumë fanatizëm, edhe ata që i punojnë, dhe i trashëgojnë brez mas brezi, sepse është vlerë. E shtuar. Duhet me qu edhe në UNESCO. Po. Tashti, sikur se quam edhe gjubletën, ndoshta do qojmë edhe kostumet tjera që tregojnë vlerat kulturore, shqiptare, për kudo ku jetojnë. Po të kthej pak në retrospektiv. Po? Atë kujtohet për herë të parë kur ja ke nis me kënu, më morë me muzikë, me ardë. Po. Më kujtohet shumë mirë, kam qenë vetëm 9 vjeç. So? 9 vjeç, kur unë jam marrë me vallet si fillim, dhe kam dhënë koncertin e parë me grupin e Fatosave në Kruj. Aty kanë qenë fillimet e para, në valle, pastaj në këngë kur isha 11 vjeç, edhe deri sot nuk jam ndarë asnjëherë folklorit, sepse më flen shpirt, unë jetoj në Siçili, pra në ishullin të Italisë, dhe kam 20 vite që jetoj me familjen atje, por asnjëherë nuk rri larg festivaleve folklorike, ku unë jam pjesë e saj mbi të paktën 4 dekada. I do me zemët flenë shpirt. Po, unë kur vi nga Siçilia, nuk vi me mendimit çfarë do marrun te Pallati i Kulturës, po çfarë do t'i jap unë Pallatit të Kulturës dhe spektatorit. Kjo është ajo që unë i kërkoj vetes ta përcjell te ardhdashtit, te publiku që na përgëzon dhe na duar tërkit gjithmonë. A jetut mas parja, ke pos frikë kur je dol për herë të parë në skenë? Janë da fare emocione, që shi thojnë këta të rinj. Po, janë ca emocione, po përdesa kam dalë për herë të parë shumë e vogël, atëherë nuk isha në gjendje që të përjetoja shumë gjëra siç mundem ta përjetosh kur ti je rritur. Thjesht ishte ajo kënaqësia që do kërcenim edhe kaq. Do kërcenim, do na shifshin spektatorët. Edhe ajo ishte një kënaqësi fëminore. Unë edhe sot kam emocion që jam kaq, kur unë dal në skenë, më pushton një emocion
i papar, sepse e ndjej me shpirt atë që interpretoj. Ama je maj sigurt ku t'kish emocione. Po normale, je i koncentrun të veni. Po, sepse dhe skena, nëse ti nuk ke emocion, nuk mund të thotë që je artist 100%. Sum ka robu në fër tani, Allah i lepon kalëzën që është bohen darës ma tani ka ju në Kurbin, pjesën e Kurbinit tani. Dasmat në Kurbin akoma ruajnë një pjesë e mirë, sidomos në Malsi, e ruajnë traditën. Ka nga ata që bëjnë dasmat dhe në shtëpi, në sofra. Ende ka. Po, ka. Po munduna me folë unë si ju, ende ka. Po, ka. Sidomos në Malsinë e Kurbinit, e ruajnë traditën për shumë gjëra, jo vetëm për dasmat. Megjithëse sot kanë evoluar gjërat, dasmat tashmë janë bë moderne, po prapë në Shqipëri ka që ruhet ajo. Ruhet. Po, ruhet. Deri diku ruhet ajo e vjetra. E në restorane a kanë halo, a i mojnë. Po, edhe në Në restorant. soldasma. Po, edhe restorante kanë, i mbajnë. A ka bova kin këtë karrierën tonë se shku në përdasma, se shko shumë. A ke haru me shku në darsëm? Ke haru, s'ka dollë gjumi. Për momentin, ka mendu diçka tjetër dhe normale që më shpëshir nga kujtesa që kam një dasëm, duke qenë me aktivitetet tjera, po edhe me punë tjera familjare, po, ka ndodhur. Ose ke haru fshatin se ke ditë ku ashtë ke haru me shku krej. Jo, për fshatin nuk kështu, po që kam haruar, se kam dasëm, filan ditë kam haruar, është e vërtet. E vërtet. Po. E ku je shku në darshëm e kënu, atë ka ndodhë me haru tekstin e këngës. Që kjo ndodhë. Po, nuk më ka ndodhë në dasëm, po më ka ndodhë në koncert, që kam haru për shumë 2-3 fjale dhe kam kapërcyje, kam dalë ke strofa tjetër dhe nuk ka rënë sy që unë kam haru tekstin. A morën vesh publiki këngë? Jo, nuk e morëm. E mlove, di. Po, e mulova. Po, e mulova, e vërtet. Sepse ajo shkatësi artistit, pra të mbuloj gabimi që bën që mos t'i birin sy spektatorit. Sot në muzikë ku na mi besu? Zonit, pomjes, apo njeksa në Facebook e në Instagram? Zërit, sepse është talenti. A i përcjell gjithë shka. Bukuria fizike Kur gjo shkon e shkën e vjen. vjen? A zoni, pi Sa qitoj. zëri ngelet gjithmonë. Atë ka ndodhë në përdarsma, ku je shku, të kanë thonë, dhondrin e nusës, kënëja një nullë, nashta flejnë ma heret, e nga dasmur të krym darsme në shkëm shpifle. Por një nuk më ka ndodhë, po ka ndodhë me këndu djalit edhe nusës, pra dhëndrit në një këngë shu humoristike për ta bërë pak më partikolare, si me thënë më të bukur. Po kjo nga ka ndodhë. Qyshe preten? Shumë mirë, me të qeshme, me të qeshura, me falemderit, duke thënë falemderit. Keni do kongë shumë të mira. Apo në kënë dishka dhe të nëzëjhë muhabet për fillim? Po tani nuk e di cilat këngë për shembull. T'ja fillojmë me një këngë që unë e interpretoj gjithmonë, sepse Kurbini ma ka besuar mua këngën e Djepit, pak vargje, sepse aty fillon jeta nga Djepi, nuk mund bësh as artist, as mjek, as shkencëtar, nëse ti nuk tundesh ke tuk-tuku Djepit. Po, a plak në live? Po live.